19 pjesëtar të lëvizjes rinore për integrim dhe një barazi e plot gjinore mes 36 kandidatëve do të jetë lista e lëvizjes socialiste për integrim për qarkun e Tiranës. Udhëheqësit e kësaj liste do të jenë figurat më të larta përfaqësuese të LSI-s. Në krye të listës për Tiranën është Klajda Gjosha. Numri 2 në këtë listë është Kedi Mehmetaj, numri 3 në këtë listë është Floida Kërpaçi, numri 4 është Endrit Bremllari, numri 5 do duhet të ishte Ilir Meta, i cili nuk kandidon dot, ndaj do të jetë figura kryesore politike e LSI-s në këtë listë, kryetari i grupit parlamentar Luan Rama. Në tërësi, kjo listë për qarkun e Tiranës respekton plotësisht barazin gjinore, 18 me 18, dhe Lëria ka prioritet pasi 19 kandidatët janë të lëvizjes rinore për integrim. Pavarësisht se kanë të rinj, Ilir Meta ka besim absolute te kjo listë e përgatitur dhe është i bindur se kur të kthehet në LSI pas mbarimit të mandatit presidencial, këta të rinj nuk do të jenë vetëm drejtues të LSI-s. Absolutisht që unë kam qenë dhe jam shumë optimist për suksesin e lëvizjes socialiste për integrim në këto zgjedhje. Besimi im sidomos tek 33-at është jashtëzakonshëm. Kështu ka qenë gjithmonë. Dhe jam i bindur se ditën kur unë do të kthehem të rimarr dokumentin e lëvizjes socialiste për integrim, pasi të përfundoj mandatin si president, të rinj do të jenë jo vetëm në krye të LSI-s. Unë jam i sigurt se LSI do të njojë rritje dhe kam garanci sidomos te kjo listë që lexova juve sot këtu. Meta komentoi edhe refuzimin për të qenë në listë e ish-ministrit të drejtësisë Ylli Manjani, duke thënë se është zgjedhja e tij personale, por LSI beson tek të rinjt. Nuk ka pranuar të jetë në listë, është e drejtë e tij, është i respektuar në zgjedhjen e tij. Listat i bëjnë forumet e LSI-s. Unë vazhdoj të jem kryetari i LSI-s deri në mbrëmje. Secili shqetësimin e tij mund ta paraqes. Dhe falenderoj edhe Luan Ramën edhe kolegët të tjerë me shumë përvojë dhe me shumë kontribute që e përqafojnë me bindje sloganin ton, të rinjt janë parët për LSI. Meta tha se do të vijojnë përpjekjet e pandërprera për të komunikuar me opozitën dhe për të gjetur një zgjidhje në mënyrë që zgjedhjet të jenë sa më gjithëpërfshirëse.